Në rajonin numër 4 në Vlorë, demokratët paraqitën programin e emergjencës dhe prezantuan kandidatin për deputet Edmond Fetau. Prezantimi i programit mbetet prioriteti kësaj fushate, duke ju ofruar qytetarëve një alternativë qeverisë së zhvillimore e gjithëpërfshirëse. Përcaktimi i minimumit jetik prej 200 euro, rroga mesatare prej 500 euro, paga mesatare 1.200 euro, përcaktimi i pensionit minimal prej 200 euro, janë thelbi i programit të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Programi u prezantua nga drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës Bujar Leskaj. Ta përcjell këtë program në mënyrë më koncize, një program gjithëpërfshirës, një program që do të shkojë tek të gjithë qytetarët vlonjat dhe është për të gjithë qytetarët vlonjat, për një Vlorë madhështore në një Shqipëri madhështore. 1.100.000 shqiptar janë larguar nga vendi i tyre gjatë 12 viteve të qeverisë socialiste. Edhe sa duhet të largohen për të kuptuar kush është fajtori? Kujdes, zgjedhjet janë afër. Dhe në anën tjetër, përcillet mesazhi të japim fund. Të japim fund, Shqipëria është sëmur. Ne, Partia Demokratike, premtojmë shërim. Minimum jetik 200 euro, pag minimale 500 euro, siguri, prodhim made in Albania, Shqipëria Europiane. Kandidati për deputet i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore Edmond Fetau është një arsimtar prej 25 vitesh në qytetin e Vlorës me një kontribut pranë Partisë Demokratike afro 3 dekadash. Ai theksoi se në këtë fushat prezantimi i programit është angazhimi më i madh, por gjithashtu edhe takimet dermëder do të përcaktojnë sipas tij fitoren e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore më 11 maj. Sot është emocioni më i madh në gjithë atë karrierën time modeste, sepse unë prezantohem përpara miqve të mi, shokëve të mi të fëmirisë, banorëve të lagjes time, miqve të timeti dhe të familjes time, dhe më besoni që nuk e kam të lehtë, pavarësisht se kam 20 vjet që jap mësim, po si kjo ditë janë të rralla. Për të prezantuar, unë besoj që nuk kam nevojë, unë secili nga ju e njoh edhe më një emër për emër, dhe jam i nderuar sot që prezantohem para jush si kandidat i Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit në Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Mesazhe përcollën edhe drejtuesi fushatës për Vlorën Atyrt Hoxha, kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara dhe intelektuali Gens Panozaqi. Lista e Partisë Demokratike kësaj ere ka është e mirë menduar, ka një përfaqësim të gjerë, qoftë territorial, qoftë të komuniteteve, qoftë të kontributorëve ndër vite, dhe për të arsye jam shumë krenar që së bashku me drejtuesin politik, ekipin i cili përfaqëson sot Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore, jemi ballhapur për të kërkuar votet të gjithë qytetarët, demokratët patjetër, të pa parti patjetër, por edhe të socialistët e zhgënjur, të cilët të jeni të bindur janë të shumtë, të jeni të takojmë për ditë në territor gjatë kohës që ne lëvizim me ekipet tona për të shpërndarë dhe për të kërkuar vote, për të shpërndar programin e Partisë Demokratike, janë të shumë të cilët na thonë është ora që ju të dilni dhe të trokisni në çdo derë për të kërkuar votën, sepse njerëzve u ka ardhur në maj të undës. Banorët e rajonit 4 vlerësuan mirëpritjen dhe shprehën mbështetje ndaj Edmond Fetaut në këtë zgjedhje, veçanërisht nga komuniteti Çam.